Ministrinë e Ushqimit në fakt që e kishte vënë gjithashtu edhe avokati i popullit, ata thonë që është i vetmi sektor në të cilin ne nuk abuzojmë. Pra, tentojmë që të mos ketë abuzime dhe ka një lloj larmishmërie për të burgosurit, të cilët kanë një menu të caktuar dhe hanë në bazë të asaj menuje të caktuar me ushqime që merren nga jashtë, tenderohen por gatuhen brenda institucionit të burgut. Se si është kuzhina brenda institucioneve të burgut, për shembull unë nuk pres që tek 302 të jetë në një kuzhinë me kushte shumë të mira, ndërkohë që burgu është me kushte skandaloze. Ashtu sikurse nuk pres që as në burgun e Kukësit burrelësit janë pastërçore dhe po mirë, pse vetëm tek higjiena mbetet, vetëm aty unë po e ndaloj pak tek higjiena. Ne po flasim për 253 ditë mesatare qëndrimit para burgimit. Jo, pastaj ai nuk është problem i burgjeve, Marcela, ai është problem i mënyrës se si japin. Ai është i sistemit është një diskutim i madh. 53 ditë i bie gati përvarësisht gati 9 muaj. Po. Dhe 8 muaj deri 9 muaj. 9 muaj, po e di bëm një llogaritje më parë me Marcelën, se sa 45 euro është koste aditore e një të burgosurit ose mesatare. 31 milion euro për 253 ditë. 2500 pra fërstisht. Për 2500 para burgosur, se ne jemi edhe me raportin 60 me 40, pra kemi më shumë të para burgosur se sa të dënuar. Ne kemi një standard të dyfisht, unë e di shumë mirë. Ne nuk kemi një rehabilitim, këta dalin gjithë të lajthitur nga trut, ne dalin me probleme mendore, nuk kemi një trajtim njerëzor. Këto duhet kapi avokati i popullit. Avokati i popullit duhet marrë specialista. Pra po ndaluar te higjiena dhe te kraftet. Mua më bën shumë përshtypje. Një fjalë kreative. Unë besoj atë person. Mr. raporti nuk e bëri Endri tani, bie që kanë bërë të tjerët përpara. Ka rëndësi, sot doli normalisht. Ecë me slajdin tjetër, të lutem. Por që në këtë marrëdhënie se si janë këto institucione, unë po them që të gjitha duhet të kenë rehabilitim. Me fjalë, duhet të rikonstruksiohen që të gjitha nga e parë. Po patjetër. Duhet ripar dhe nga forma organizimit të brendshëm. Më thuaj pak sa ishte instituti i rehabilitimit përpara? Atëherë, instituti i riedukimit të miturve dhe të rinjve është investimi më i madh i qeverisë shqiptare dhe është me një vlerë rreth 20 milion euro. 30 mund të shkojë. Jo, ajo është një nga investimet më të mira të qeverisë shqiptare. Kur ne llogarisim për para burgosur 31 milion euro për vetëm 253 ditë që ata shëndrojnë që nuk kanë marrë një mas dënimi, pse të mos investojnë në shkolla, pse duhet të mbash në këto sisteme paraburgimi, sepse ndërmarrja të brendshme që mund të punojnë dhe mund të marrin zanate. Po patjetër. Ne kemi një diskriminim. Ai është një nga investimet më të mira, do të thoja. Shënkolli. Të shkojnë të bëjnë punë ndalojnë. Është institucioni është institucioni që vuajnë ata personat të cilët kanë probleme shëndetit mendore. Të shëndetit mendor. Shko atje, pse s'vet atje brenda të shkoj sot avokati i popullit dhe të kontrollojë ambientet e brendshme. A ka fuqi të hyjë në institucion? Vlen nga 17 veta në dhomë dhe ndorin çuditëra. Në 17 veta në dhomë? Po, patjetër. Po është. Thyejnë xhama. Më tepër që është zihen me njëri tjetrin. Atje e ndodhin 1001 çuditëra brenda institucionit dhe askush nuk mban përgjegjësi. Avokat. Për çfarë mbajnë aty këta njerëz?